Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Gjerir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu ka treguar se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam I ka thënë: "Ela turihuni min dhil khalasah", kërkoj që të më rehatosh, më çlirosh nga idhulli I fisit Khatham, që quhej dhil khalasah. Këtë idhull e mbanin si tempull, si Qaben e anës së Yemenit, el Ka'bet el Yemaniya. Edhe I kërkon profetit sallallahu alaihi wasallam Xheririt që të shkonte me një grup dhe ta shemte këtë idhull, ta azgjësonte. Ishte koha e azgjësimit të idhujve fizikisht. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam në fillimet e thirrjes I ka thirrur njerëzit që të largohen nga idhujt, të largohen nga shirku, por nuk ka vepruar fizikisht për t'i azgjësuar, për shembull, idhujt rreth Qabes, Latin, Menatin dhe idhujt që kishin fiset. Nuk ka vepruar, domethënë fizikisht për pastrimin e idhujve sepse nuk kishte shtet, nuk kishte fuqi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që duhet që thirrësit I njohin dhe fazat e thirrjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. E ndjekin profetin edhe në metodën e thirrjes sallallahu alaihi wasallam. Dhe çështjet erdhën gradualisht. Në fillim profeti kërkoi që njerëzit ta hiqnin shirkun, besimet e kota, idhujtërinë nga mendja, nga zemra, nga praktika e tyre, largoheshin prej tyre dhe aty ku kishin mundësi të pastronin idhujt, nëse aty ku s'kishin mundësi apo ku do ishte e dëmshme për thirrjen, për ecurinë e thirrjes që të preknin diçka, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk vepronte me dorë, derisa formohej shteti, derisa u shirua Mekka, u shtri shteti Islam në gadisën arabik. Pastaj profeti dërgoi ushtritë e tij sallallahu alaihi wasallam, dërgoi komandantët që pastronin vendin nga idhujt, nga shirku. Edhe me këtë mision e ka dërguar Xherir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, ka qenë periudha e fundit e jetës profetit sallallahu alaihi wasallam. Dihet që Xherir ibn Abdullah al-Bajali e ka pranuar Islamin në vitin e 9 apo domethënë në muajt e fundit të jetës profetit sallallahu alaihi wasallam, në vitin e 9 të Hijrëtit ose në muajt e fundit të jetës profetit sallallahu alaihi wasallam. Por mbasi profeti e caktoi dhe urdhëroi Xheririn që të kryente këtë detyrë, Xheriri radhiyallahu anhu thot: "Ya Rasulullah, inni la athbutu ala al-khayli, fad'u Allah li." Sa o I dërguar I Allahut, un nuk qëndroj dot mbi kal, rrshjas dhe bie. E kishte diçka, mbas e kishte mësysh. Ai kishte qenë një kalorës I mirë, një luftëtar I mirë po nuk qëndronte dot mbi kal. Dhe kalorimi në kohën e tyre ka qenë një nga mjetet e rëndësishme luftarake. Qala fa wada'a yadahu fi sadri hatta wajadtu athara yadihi fi sadri. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ma vendosi dorën në gjoks. Ai sa thot, un thot, e ndjeva domethënë ndikimin apo gjurmën e dorës së tij, freskinë e dorës profetit, e ndjeva thot në gjoksin tim. Edhe profeti bëri lutje duke thënë: Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Tha: o Allah, bëje të qëndrueshëm. Bëje të qëndrueshëm dhe kjo duhet të përfshijë jo vetëm të qëndroj mbi kal, këto po se po, por dhe të jetë I qëndrueshëm në fen, moral. Bëje të qëndrueshëm, waj'alhu hadiyan mahdiya, dhe të bëje udhëzues dhe të udhëzuar. Qala fantalaqtu qala falam yani asqut ba'daha min al-khayr. Do që nga ky moment thot nuk ka ndodhur ndonjëherë që të rrshjas apo të bie nga kali. Allahu I lartësuar në moment e pranoi lutjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot qala fantalaqtu bi 50 wa 100 rajul min ahmasa fahadamtuha wa harraqtuha. Thot edhe shkova me kryer misionin me 150 burra nga Kurajshët. Edhe thot arritëm që ta shembim këtë tempull, idhujtaria, këtë idhull, edhe ta djegim. Edhe mori fund domethënë ky vend idhujtaria. Atëherë edhe ky tregim përmban një nga shenjat e profetësisë të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam, që është pranimi I lutjeve. Rastet janë të shumta, po unë po përmend domethënë disa raste dhe kjo është një nga mrekullitë e profetit, pranimi I lutjeve, se mrekullitë të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam dhe dëshmitë e tij janë të shumta. Profeti vërtet ja pranon Allahu I lartësuar lutjen. Nëse njeriu të rrem I del krejt e kundërta asaj që kërkon, asaj që synon. Dhe u tregon Allahu I lartësuar njerëzve se ai është njeri gënjeshtar mashtrues. Allahu shpërblet me të mira. Alhamdulillahi rabbil